Ai vjen nga një familje krejt artist e për emisionin Zonë flet pak për këtë histori e madje pohon faktin që kjo e ka shtuar përgjegjësinë e tij për të qenë më selektues e për të pas kritera. Kriteret edhe të ndjekin vetë, do më thonë e krijon vetë kriterin edhe dihet, do më thonë bas kolegëve, bas të kriteri për teatr, edhe në teatr ka një kriter, po, edhe në seriale kam disa kritere që të disa luaj, dhe disa dështa kishe pas me hezitu, jo që me nënçmu apo diçka dhe ata e bëjnë punën e mire, kreti kam, po do me thonë, përcaktimi em është ndoshta më ndryshe se ndonjë kolegë apo kolegët. Unë gjenerata e tretë jam në familje e aktorëve, do thonë babin e kam, aktor është pension, djelagjës babit edhe agja babit është një prej që ka hap teatrin këtu, teatrin e shqiptar në Shkup, do me thonë ka qenë themeluesi i teatrit shqiptar në Shkup, ka ardhur këtu, ka hap teatrin e Gjilani, do me thonë në mënyrë profesionale që ka bërë. Djelagjës babit e kanë kryer shkollimin babi, unë do me thonë jam gjenerata e tretë. Ky lloj kriteri edhe më përcjell pak, do me thonë bazë emrit familjes,